Përshëndetje miq, sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme për shëndetin ton të përditshëm, si të mbajmë tensionin e gjakut nën kontroll gjatë gjithë ditës përmes ushqimeve të duhura. Tensioni i lartë është quajtur vrasësi i heshtur, sepse vjen pas simptoma, por dëmton zemrën, veshkat dhe enët e gjakut me kalimin e kohës. Shumë njerëz nuk e dinë se edhe ndryshimet e vogla në ushqim ndikojnë drejt për drejt në stabilizimin e tensionit. Në këtë video do t'ju tregoj 5 ushqime që jo vetëm ndihmojnë ta mbani tensionin në nivel normal, por edhe ju japin energji, qetësi dhe funksionim më të mirë të trupit gjatë gjithë ditës. Këto ushqime janë të thjeshta, të lira dhe gjenden kudo, por efekti i tyre është i jashtëzakonshëm. Le t'i marrim me radhë dhe të shohim pse janë kaq të rëndësishme për shëndetin kardiovaskular. Ushqimi i parë është banania, një nga burimet më të pasura me kalium, minerali kryesor që balancon natriumin në trup. Shumë njerëz konsumojnë shumë krip në vaktet e tyre, dhe kjo është arsyeja pse tensioni rritet. Kaliumi i bananes ndihmon veshkat të shpërndajnë kripën e tepërt dhe ndalon ngushtimin e enëve të gjakut. Konsumimi i 1 ose 2 bananeve në ditë mjafton për të ulur tensionin në mënyrë natyrale. Përveç kësaj, banania është e pasur me fibra, përmirëson tretjen dhe jep energji të qëndrueshme, ideale për mëngjes ose përpara aktiviteteve fizike. Shumë studime kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht fruta të pasura me kalium kanë rrezik më të ulët për probleme të zemrës dhe tension të lartë. Pra, një banane e thjeshtë mund të jetë një mbrojtje e fortë për trupin tuaj. Ushqimi i dytë është lakra e gjelbër, një perime e thjeshtë shqiptare që shpesh e nënvlerësojmë. Lakra është e mbushur me minerale, vitamina dhe fibra që ndihmojnë në qarkullimin e mirë të gjakut. Përbërësit e saj bimore ndihmojnë në uljen e inflamacionit, që është një nga arsyet pse tensioni i gjakut ngrihet. Ajo përmban një sasi të madhe kaliumi dhe magnezi, dy minerale që ndihmojnë relaksimin e muskujve dhe zgjerimin e enëve të gjakut. Një sallat me lakër të freskët ose një supë e lehtë me lakër, e konsumuar në drek ose darkë, ndihmon të stabilizohet tensioni dhe të shmangen ulje ngritje gjatë ditës. Lakra është gjithashtu shumë e lehtë për t'u tretur dhe ndihmon në kontrollin e peshës, faktor kyç për ruajtjen e tensionit normal. Ushqimi i tretë është speci i kuq, një kampion natyral për uljen e tensionit. Speci i kuq është i pasur me vitamin C, një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në pastrimin e enëve të gjakut dhe parandalon ngurtësimin e tyre. Sa më elastike të jenë enët e gjakut, aq më i stabilizuar mbetet tensioni. Speci i kuq ka edhe komponime speciale bimore që përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe ulin stresin oksidativ. Mund të përdorni në sallata, në gatime të ngrohta ose thjesht të ngrënë të papërpunuar. Përveç kësaj, speci i kuq përmban pak kalori dhe shumë fiber, duke bërë ideal për njerëzit që duan të kontrollojnë peshën dhe të mbajnë energjinë gjatë ditës. Edhe një copë e vogël në drekë apo darkë ka ndikim të dukshëm në shëndetin e zemrës. Ushqimi i katërt është peshku i detit, sidomos salmoni, sarderet dhe skumbria. Këto lloje peshku përmbajnë acide ynyrore omega 3 që uljen inflamacione, mbrojnë zemrën dhe ndihmojnë në uljen e tensionit në mënyrë natyrale. Omega 3 vepron si një lubrifikant i enëve të gjakut, duke i mbajtur ato të hapura dhe fleksibile. Kjo do të thotë që gjaku qarkullon më lirshëm dhe tensioni mbetet i qëndrueshëm. Përveç kësaj, peshku ofron proteinë cilësore që jep ngopje dhe stabilizon sheqerin në gjak, një tjetër faktor që ndikon tek tensioni. Konsumimi i peshkut 2 deri në 3 herë në javë mjafton për të pasur një zemër më të fortë dhe një tension të balancuar gjatë ditës. Dhe së fundi, ushqimi i pestë është hithra, një super ushqim shqiptar i harruar shpesh, por me vlera të jashtëzakonshme. Hithra ndihmon në pastrimin e gjakut, rrit nivelin e hekurit dhe përmirëson qarkullimin. Çaji i hithrës është veçanërisht i dobishëm për uljen e tensionit, sepse vepron si diuretik natyral, duke larguar kripën dhe lëngjet e tepërta nga trupi. Nëse tensioni ju rritet shpesh gjatë ditës, një filxhan çaj hithre në mëngjes ose pasdite mund të bëjë diferencë të madhe. Përveç çajit, hithra mund të përdoret edhe në gatime, supa dhe byrek, duke i dhënë trupit vitamina, minerale dhe antioksidant të fuqishëm. Ajo ul stresin, qetëson sistemin nervor dhe ndihmon zemrën të punojë më lehtë.